Albin Kurtit i ka ardhur funi, dhe funi i Albin Kurtit do t'jetë i turshëm. E kom thonë shumë më herë, sot po thojnë edhe shumë të tjerë, po është njeriu më i rrezikshëm, njeriu që i ka sjell dëmet më të mëdha këtij vendi, këtij populli, që do t'i përjetoj pasojat e veprimeve negative, destruktive tina në të ardhmen bukur të gjallë. Shumë bukur e thatë se ka pas zera edhe kundër. Ka pas zera kundër marrëveshjes së Rambëjes, që në tregu të dështuar. Kundër marrëveshjes së Rambëjes, ka qenë ti mund thush, po ka qenë edhe Adem Demoqi. Po Adem Demoqi ka qenë mendje hapur, ka qenë shpirt madh, edhe absolutisht i ki shkrimet e Adem Demoqi. Kur del, thot, po, unë kom qenë kundër, se kom mendu ndryshe, po ju pas këtë pas të drejtë, edhe e pranon këtë, se është njerëzore kjo. A ka dikush që e ka desht Kosovën ma shumë se sa Adem Demoqi? A ka dikush që dikujt që i kemi met në hak Kosovë ma shumë se Adem Demoqi? Edhe këta me fajin e kryetarit të VVS. Sepse ne kem pas mundësi me bo dhe kem qenë përcaktu me bo president Adem Demoqi. Dhe jemi bindun edhe ti besoj se mendon edhe çdo shqiptar i Kosovës që e ka merituar Adem Demoqi të jetë presidenti i Kosovës. Dhe Hashim Thaçi ka premtu, po votat e Partisë Demokratike të gjitha do të shkojnë për kandidaturën e Adem Demoqit. Ka pas nevojë të jenë edhe votat e... Ka zara sot që ka dashur me propozu Muratin edhe ju si keni pranuar. Të sëroj dhe në fund. Edhe jenë nevojit votat e vetëvendosjes. Të gjithë tjerët e kanë përkrahur kandidaturën. Po ka qenë domosdoshme të nishi edhe votat e VVS. Adem Demoqi ka qenë i bindun si do t'i ketë votat e VVS. Jam njeri dëshmitari gjallë, me një shok tjetër, me Latif Gashin që kem bisedu me Bacendem, ja kem transmitu në mënyrë shumë besnike këtë qëndrim të Partisë Demokratike të Kosovës në emër të Hashim Thaçit, dhe Adem Demoqi ka thonë se me VVN do të merren dhe shumë. Dhe së fundi i keni deklaratat e Adem Demoqit, vlerësimet e Adem Demoqit, pastaj për këtë njeri të dështuar, edhe ka met pa u bon. Adem Demoqi president, që është një krim i madh, që i kem hinë hak njeriu më meritor në historinë më të tretë Kosovës. Zoti Grabovci, po thoni që keni qenë korrekt në raport me Adem Demoqin, po një po themi në atë ku ka qenë asistenti i zotit Demoqi, zoti Kurti, sot është kryeministër. 3 palë zgjedhje i ka fitu me shpjegimin se si Partia Demokratike, si trashëgimtare, po themi e ushtrisë shpjegimtare të Kosovës dhe parti tjera për rreth saj, e ka shkatruar vendin për 20 vjet. U desh me armë i fitu 3 palë zgjedhje zoti Kurti, që me provu me në shumë binar të rregullt e Kosovës. Argjend, unë prapë i referohem për një pjesë normal, aty në nostalgjikëve të pionerëve të Titës, pasazhëve të tyre, ja u kem prish rahati. Por, nëse është shkatrim, ndërtimi i infrastrukturës, autostradat, stabilizimi me furnizim me energji elektrike, ndërtimi i institucionet, pavarësimi i vendit, krijimi i ushtrisë së Kosovës, e gjitha komponentët e tjera të cilat duhet mi pas një shtet, i kem kriju, i kemi, atëherë në popajtune se është shkatrim. Por, degradimi i këtij vendi, mënyrë marramense, është që ka ndodhur që 5 vite. Është shumë e vërtetë se ka qenë asistent i Adem Demoqit. Po, ju lutem, referojni deklaratat edhe shpjegimet e Adem Demoqit që i jep për këtë figurë. Prandaj, unë nuk du të flas më tepër në këtë drejtim, po unë e them një fjalë, du ta përfshi krejt. Sot, po e them një vetëdijshëm për fjalën publike, peshën e fjalës publike. E kom thonë shumë më herë, sot po e thojnë edhe shumë të tjerë, po është njeriu më i rrezikshëm, njeriu që i ka sjell dëmet më të mëdha këtij vendi, këtij populli, që do t'i përjetoj pasojat e veprimeve negative, destruktive tina në të ardhmen bukur të gjallë. Mund të shumë vonë kur ta kuptojmë, po themi sipas interpretimit tuaj që ky është një rrezik shumë përderisa
për i përsëriti që i fitoi 3 zgjedhje nga 2020-a deri në Argjend, zgjedhjet ne e kemi këtij viti. ne kemi jetu, ju se keni mri, po ne kemi jetu në atë kohën të përmena pare. Pjesa më e madhe, 80-90% e popullit shqiptar kanë qenë të bindur se Jugoslavia e Titës nuk mundet se është shpëtimi, se është shtëpia jonë, që ka pa fillu mu ndërtu edhe kombi Jugoslav. Argjend, nuk ne jemi përballë me këto sfida. Ne i kemi luftu këto sfida, ne i kemi ndërprej këto, dhe kemi dhënë kontribut tjerë zakonshëm me ngrit dhe dijen në një shkallë shumë më të lartë të popullit tonë se Jugoslavia nuk është shtëpia e jonë. Se është armiku i jonë. Edhe kjo sot që ka ndodhur, normal, është e qartë, e konstatuar edhe shkencëtarisht, edhe logjikisht, ti mundesh me mashtru një popull, apo një pjesë të një populli, për një kohë. Po mundesh edhe tërë një popull me mashtru për një kohë, po kur se si për tërë kohën. Absolutisht Albin Kurtit i ka ardhur funi, dhe funi i Albin Kurtit do t'jetë i turshëm. Ky njeri ka bërë përpjekje me hyrë histori, me u bë hero. Koha e herojve ka kalu. A është rrezikshme? Koha e luftës ka shku. Albin Kurti ka mujt me hyrë në historitë të Kosovës, si figurë mëritore, sikur kish vazhdu aty ku e ka marrë me zhvillim ekonomik, me krijimin e kushteve më të mira për një jetë, më të mirë, më të qetë, më të sigurt për qytetarët e Kosovës. Sot unë ju bëj pyetje ju për 5 vite si gazetar. Ju lutem, hulumtoni, gjomani vetëm një vepër me cilën krenohet ky vend që i atribuohet Albin Kurtit. Vetëm degradim. Prandaj ky njeri me hyrë histori ka me hyrë, po ka me hyrë si figura më negative në historinë më të re të Kosovës. E thash në hyrje dhe uroj ta përmbyll këtë kapitull pa ndonjë tragjedi, pa shkaktuar ndonjë tragjedi dëmshme popullit të Kosovës dhe shtetit të Kosovës. Se shteti i Kosovës është i bet dhe nuk ka kthim prapa. Këta Albin Kurti duhet me ditë, duhet me pas shumë qartë se akterët e asaj lufte, njerëz, familjarët, atyre që kanë dhënë gjakun, më të shtrejshëm për këtë vend, për këtë tokë, nuk kanë shku gjithë. Dhe çdo gjë ka një fund. Uroj që Albin Kurti ta kuptoj këtë sa më shpejt. Dhe mos ketë nevojë me dalë mi thonë stop, ashtu si mund t'i thuat. Po atëherë do t'jetë shumë vonë. E thash me kalu në një diçka praktike tuajn, e thash se sinonimohi që i keni pas numra gjithmonë. Kur sa një kun deputet, udhëheqës i grupit parlamentar, nënkryetari i partisë, sekretar, të gjitha. Gjithmonë i keni pas numrat. Pse sot s'mundem i bë as ky që dali pari, po as opozita deri djeshme. Shiqo, në rregullat e demokracisë të pluralizmit janë qarta. Ti mund delsh partia e parë, po nuk e ki fuqinë e mjaftueshme politike për konstruimin e institucioneve të vendit. Automatikisht është obligim, detyrë, përgjegjësi e të parit që të thirrë partitë të tjera me këndon ta krijoj shumicën e nevojshme e kjo shumicë krijohet mbi bazën e marrëveshjes. Sepse si tulesh në tavolinë bisedime ka negocim. Negocimi përfundon me kompromis, kompromisi me marrëveshje. Prandaj ndahen interesat, kush me kënd bashkëpunon, i ndajnë interesat që nën kupton për mund këto rrethona përgjegjësit, e shkojnë në parlament, votojnë se votimi i kryetarit të parlamentit është një procedurë më tepër gjithmonë ka shku shumë formale, ceremoniale, jo diçka me peshë shumë të madhe, po është e qartë. Ky po manipulon edhe me ligjet, edhe me kushtetutën, edhe me çdo gjë. Nuk u falet deputetëve të ish opozitës, që po e durojnë këtë njeri me tërheq vijnë e barazimin, me manipulu në pako kur nuk është votu kryetari i parlamentit. Kryetari i parlamentit gjithmonë është votu i vetëm. Dhe ka qenë e domosdoshme me mri 61 vota kanë qenë të mjaftueshme. Ndërsa nën kryetaret
janë përfaqësues politik të partive politike, që aty nënkupton vetvetiv është një marrëveshje. Nuk ka nevojë tjetë e shkruar, po është e rregulluar me kushtetutë, me ligj, me rregullore të kuvendit. I propozojnë partitë dhe gjithë cila parti ka interes me kalu kandidati vet. Prandaj aty bashkohen votat, edhe votohen shumë formalisht, edhe konstituohet kuvendi. Po ku do në shku ky njeri me këtë papërgjegjësi në formimin e qeverisë? Me që është, po themi që është bllokues. A i bjen kjo që domosdoshmë është nervoz që nuk e dha populli 500.000 vota? Që populli tha që ju nuk i meriton 500.000 vota dhe i rrezikshëm për me pas pushtet absolut. Ky ka kërkuar me dëshirë do të kish marrë 800.000 vota, dhe 100% vota, se po shihet synimi i tij në se cili është. Mirë po, qytetarë i Kosovës e kanë dëshku për dallim nga hera e kalume, që e ka dhënë mbi 50% të votave, ja ka kriju mundësinë mos me përfil askon, ka pas fuqinë e jashtëzakonshme me marrë vendime të jashtëzakonshme dhe të vërtet me hi si figurë pozitive në historinë e popullit tonë të Kosovës, me marrë vendime çaq të dobishme për vendin, me kriju ligje aq të dobishme për vendin, sa mja pas lakmi të gjithë. Dhe jam thellësisht i bindur se atëherë do të kish marrë edhe më shumë se 500.000 vota. Por ka ndodhur e kundërta. Qytetarët e kanë dëshku. Ajo pjesë se nuk vetëdijsohen të gjithë për një herë. 20% është shumë, domethënë se për një herë, mëna 4 viteve me ta kthy shpinën.